Rasulullah alayhi salam na ka mësuar që kur mos me flajt vetëm në shtëpi. Në qoftë se ki mundësi. Kur mos flaj vetëm në shtëpi, vetëm në qoftë se nuk ki kur farë mundësie, domethënë je veç vetën, ose është e pamundshme për ty që ti me gjetë dikon që mundet me najt me ty, ama për ndryshe mos rre. Për shembull, i ki fëmijët e tu, edhe gruaja jote don me shku te baba, te nana vet, te vllazën të vet. Këtë në rregull. Nëse ki mundësi, nale një prej fëmijëve tu, qikën tane, djalin tan, tjetrën herë në raj, e nal tjetrën. Nëse ki mundësi, mos flaj vetën në shtëpi. Mos flaj vetën në shtëpi. Këta ka ndaluar Rasulullah alayhi salam. E tash vim te kjo pika që njerëzit vetin pse. Thuti që këti kena kuptu pse, veç që ta s'kena mujt me kuptu pse. Edhim pse o musliman? Për shkak se ka thonë Rasulullah alayhi salam. Jo po në përdu me ditë pse, unë po të kallëzoj që ka thonë Rasulullah alayhi salam. E ti ndash bane, ndash mëse ba, deri kur, deri të bjen në i caktim që e kupton tani pse, po të në është vohën. A nuk të mjafton ti vetja jote si dëshmitar që nuk është mirë me kanë vetën shpi. Mu më rëmenja, wallahu alem, që shumë prej muslimanve vetën e vetë e kanë dëshmitar që nuk është mirë me najt vetën shpi. Kur kanë tjetër, vetën e vetë. E lusëm Allahun azbëgjerë në abopër atyne që gjithmonë e pasojmë Rasulin alayhi salam. Gjithashtu dhe në udhëtim o musliman. Nuk është mirë në udhëgjata me udhëtu vetën. E lusëm Allahun azbëgjerë në lesu.